U zhvillua këtë të martë testimi i tretë i maturës shtetërore, ai i matematikës. Pas përfundimit të provimit, shumë prej nxënësve u shprehën se testi ishte një niveli mesatar dhe i ngjashëm me testet model që kishin zhvilluar gjatë përgatitjeve. Pata disa vështirësi, domethënë, sepse matematika nuk është lënda aq e thjeshtë, në krahasim me letërsinë dhe anglishtën, paktën flas për veten time. Testi nuk ishte shumë i vështirë, domethënë ishte aty nivelit mesatar. Testi ishte pak i vështirë, por jo aq i vështirë sa mendova, për faktin se edhe kisha mësuar. Unë mendoj se më mirë do dalte testi i gjuhë letërsisë, edhe më keq mendoj të ky i matematikës. Ishin pak a shumë në një nivel e themi, po këtu ke dhe emocionet përfshira. Provimin ishte nivel mesatar, domethënë për një nxënës që mëson, besoj që mund ta bënte. Por disa prej tyre nuk ndajnë të njëjtin mendim. Një pjesë e maturantëve thanë se testi përmbante ushtrime më të vështira se sa prisnin. Provimi ishte shumë i vështirë. Shumë goxha i vështirë. Me sa pash unë ishim pak më të shtjelluara, më të vështira. Shumë i vështirë. Më shumë se testi provë që kemi bërë. Më i vështirë i matematikës. Pastaj vinte i gjuhë letërsisë, edhe pastaj është i anglishtes që ishte më i lehtë. Maturantët pohuan gjithashtu se monitorimi gjatë zhvillimit të provimit ishte i rrept dhe se rregullat u zbatuan me korrektësi. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se gjatë zhvillimit të provimit u evidentuan 2 nxënës që shkelën rregulloren, duke tentuar të përdornin celularin. Rastet u identifikuan menjëherë nga administratorët dhe nxënësit u përjashtuan nga provimi. Maturantët tashmë kanë edhe një provim të mbetur, atë të lëndës me zgjedhje.